Të dashur shqiptar më janë ëjtër syt nga lotët, sepse kam gjetur rënjën e fjalës Dalmatia. Dhe këtë e di çdo shqiptar, këtë rënjë. Është origjina e fjalës dele. Pra, Dalmatia vjen nga Dalmatos. Dalmati është gjetur në shkrimet në Dalmaci, fjala Dalmatos dhe është mbiemër. Ka kuptimin ai dalmës. Ta pranojmë që dalma është dele, sepse i njëjti qytet, Dalmion, fjalë përkëdhelëse, në ilirisht, është në një variant tjetër Delmion, që përkon me fjalën delme të shqipes. Këtë e di çdo shqiptar, kjo është pranuar nga Akademia Austriake, nga Akademia Gjermane. Përfundimisht, delme dhe dalma janë fjalë dialektore në ilirisht. Ne nuk e kemi dalma, ne kemi delme. Delmates ishin dalmatët në ilirisht. Është pranuar kjo nga Akademia e Shqipërisë gjithashtu, sepse nuk e çfarë bën tjetër. Janë dokumente të shkruara në varret e dalmatëve, në tempujt e dalmatëve, në amfiteatrat e dalmatëve, në shtëpitë e dalmatëve. Kjo është dalma. Teorikisht është emër folor. Me prapashtesën ma. Pra, është delma dhe dalma, emri. Ky është emër i gjinisë asnjanse, emër i lakimit të tretë në ilirisht, dhe Straboni vuri re që delma dhe dalma në ilirisht janë identike si greqishtja derma dhe darma, që do thot lëkura, lëkura e deles. Këtë thot Straboni. Tani Straboni ndoshta kërkon që ta bëj identike shqipen me ilirishten dhe greqishten. Pra, për një moment, të pranojmë që fjala delma nuk do thot lëkur, siç thot Straboni, por është emri i deles. Por delma është emër i gjinisë asnjanse, këtë di me 100%, dhe shkruar një lloj si fjala arua, me 100%. Fjala arua është gjetur në qytetin Heraklea dhe quhet fjalë ilire në fjalorin e Stefanosit të Bizantit. Fjala arua në numrin shumës është ta aruatë, një lloj si në shqip, arat ose aratë. Një lloj si në shqip, lajmete nga helenishtja lalima, që janë thashë theme. Por kjo quhet huazim. Lalima është origjina e fjalës lalimi në greqi, fshat shqiptar, që grekët e kanë hequr. S'duan asnjë gjurmë shqiptare në Greqi. Por është në dokumenta lalimi i gjinisë mashkullore, por ka qenë i gjinisë asnjanse, lalima, dhe në numrin shumës ta lalimat ka dhënë në shqip lajmete. Dhe për herë të parë këtë gjejmë në dokumentin e Buzukut. Të lajm. Kështu thot ai, është lajmësi, të lajm, është emër mbiemëror në shqip. Po ashtu i lajmi është emër mbiemëror në shqip, gjinisë mashkullore, po ka ardhur nga asnjansi. Pra, lalima, arua, delma dhe dalma, që të gjithë janë emra të lakimit të tretë, asnjanës. Ç'është më e rëndësishmja? Fjala Dalmatia, në momentin kur slavët kanë hyrë në Dalmaci,
është shqiptuar Dalmatia, sepse D-ja është bërë D në ilirisht, nistore, në shqip dhe në greqisht. Kjo nuk ka ndodhur në asnjë gjuhë tjetër, indo-europiane, afrikane, as gjikundi. Është një fenomen ilir grek. D-ja bëhet D. Pra emri nuk është Dalmatia, është Dalmatia, dhe emri nuk është Dalma, por është Dhalma. Dhe kjo i dha arsyen Joklit të mendoj që fjala dhallë është krijuar nga fjala dalma. Kjo është arsye që Jokli mendonte që dhallë përkon me fjalën delme dhe ka kuptimin jap qumësht. Këtë shpjegimi bën Jokli. Po nga nxori ai këtë konkluzion? Nga fjala dhalma. Ka marrë të njëjtat ndryshime fonetike, d-ja është bërë d në dhallë dhe në dhalma. Ndërsa në dele dhe delme ka mbetur shqiptimi i lashtë në shqip dhe në dalmaci. Pra, gjuha shqipe ka ruajtur ndryshimet fonetike të ilirishtes që u bën ndryshime fonetike të greqishtes. Merrni frymthell. Ajo që ka ndodhur në dalmaci është bërë karakteristik e të gjitha 26 dialekteve greke. Mbas shekullit të 4 të erës sonë. Përpara se sa të vinë slavët në Kroaci, në Dalmaci, kjo është quajtur Dalmacia Dalmatia. Dhe vjen nga emri Dalmatos, që do thot ai i dhalmës, i deles, ose i lëkurës. Për një moment, nuk do të merremi me kuptimin e fjalës delma dhe dalma, dhe dhelme dhe dhalma, do merremi me mënyrën se si ky emër lakohet. Dhe nga e diun si lakohet ky emër, nga fjala arua, nga fjala lalima, dhe nga mbishkrimet e gjetura në Dalmaci, në Kroaci, në Serbi, mbishkrimet e gjetura në Panoni, aty ku është Hungaria sot, në Daki, atje ku është Rumania sot, në Thraki ku është Bullgaria, në Maqedoni dhe në Greqi, në Azinë e vogël, këto kanë qenë pjesë të perandorisë iliro-helene, të cilën unë e kam ngritur si ide për shkak të mbishkrimeve të gjetura në gadishullin ilirik. Përkojnë që të gjitha janë dialekte, këto shkrime. Ne nuk e dim çka kanë folur njerëzit, por në përshkrime këto janë gjetur. Dalmatos, Dalmatia, është emri i Dalmacisë, more, e kuptoni apo jo? Dhe lakohet ky emër në këto mbishkrime. Tani, emërore është Dalma, gjinore Dalmatos, dhanore Dalmati, kallëzore Dalma dhe thirrore Odalma, si në shqip. Tani kjo fjalë ka dualin. Një dele, dy dele. Fjala dele përkon me dualin. Kjo është çmenduri. Duali është ruajtur në shqip. Emrore, dalmate. Gjinore, dalmatojnë. Dhanore, dalmatojnë. Është shkrirë në ilirisht gjinoria me dhanoren. Ja, ku e keni. Tek duali ka ndodhur kjo shkrirje. Kjo ekziston vetëm në ilirisht dhe në shqip. Nuk mundem. Unë kujtoj se gjuha shqipe është formuar në shekullin e 5 të erës sonë. Dokumentat tregojnë që gjinoria shkrirë me dhanoren në gjuhën ilire. Kallëzore, dalmate, thirrore o dalmate. Ky është duali. Numri shumës. Dalmata, emërore. Dalmaton, gjinore, një lloj si skodrinon, koinea shkodrave. Në shqip,
ka hyrë gjinoria e serbishtes. Vukova do thot ujqërit e ujqërve. Ulkëve është në dialektin e arbreshëve. Pra gjuha arbreshe është prishur nga gjuhët slave. Ky është lakimi original, si në dokumentat i lire. Dalmaton, skodrinon. Busraton, i butrintit. Shqiptimi lirë dhe helen. Pra neve na shprishu gjuha nga serbët. Dhanore, dalmasin. Kallëzore, dalmata dhe thirore, o dalmata. Ky është shumësi. Tani si e bëron këtë? Me ndihmën e inteligjencës kompjuterike. Kanë mbetur të paralizuar studiuesit grek. Atyre nuk ju pëlqen absolutisht fare një ngjashmëri kaq e madhe e gjuhës dalmate me greqishtën e lashtë. Sepse këto forma nuk janë në greqishtën moderne, janë zhdukur. Greqishtja moderne i ka të shkatruara të gjitha rasat e lashta dhe është krijuar një gjuhë e përzier e Bizantit, e prishur fare. Gjuha greke sotme nuk ngjan fare me gjuhën greke të lashtësisë. Fjalët janë, por lakimi i emrave nuk ekziston dhe as zgjedhimi i foljeve. Është komplet tjetër. Në fakt, greqishtja sotme ngjan me greqishtën e folur në Italinë e Jugut, nga pikpamja gramatike. Grekët nuk janë as pak të lumtur për zbulimet e mia. Pra, unë fjalorin indo-europian e kam botuar në vitin 2004 dhe ata që më kanë sulmuar më shumë në internet janë grek në fakt. Janë minoritar. Sepse ata janë edukuar ndryshe, që shqiptarët janë të ardhur, që nuk ka lidhje shqipja me greqishtën, sepse janë ignorant. Kjo është shumë e dhimbshme. Ata dinë shqip, dinë dhe greqisht, pra Akademia e vërtetë e Shqipërisë është në Himar. Të gjithë himariotët janë teorikisht akademik, sepse dinë greqisht. Këtë zbulim duhet ta kishin bërë himariotët, jo unë. Dhe ata jo vetëm që nuk janë të lumtur, dhe as grekët në Greqi, janë zemëruar shumë nga këto zbulime. Pse? Sepse pretendimet që ata kanë ndaj tokave shqiptare ka kaluar në kahë të kundërt. Ne kemi pretendime për krahinën Thyamis, që do të thotë krahina e Temjanit në gjuhën ilire. Çamët kanë qenë njerëzit më hynor, ju bënin fli zotave. Thyamis është bërë fjala çamis, emri çamëve, që kanë banuar aty me shekuj dhe janë përzënë. Pra, unë kam provuar që ilirët dhe helenet kanë të njëjtën origjinë dhe që çamët duhet kthehen në tokat e tyre ilire. Madje e gjithë Hellada është quajtur Illyria, Akea është quajtur vetëm pjesa e jugut e gadishullit të Peloponezit. Nuk është quajtur asnjëherë Greqia Akea, që do thot ankthi i Demetrës, fjalë për fjalë zbulimi im. Graja do thot grua e vjetër Demetra, e thinjur, në dimër. Dhe himariotët thonë që himara vjen nga hima dhe ros, rrjedha e ujit në dimër. Jo. Himaros ishte keci i dimrit dhe ka të njëjtën fundore si fjala dimër në toskërisht. Pra himar në shqip është dimar, fjalë për fjalë. Dhe që sot e heqim emrin himar dhe mori fund ajo punë. Emri i kecit të dimarës është në shqip. Një lloj si Tomaros, emri Tomorit, Dimaros, Himaros. E shikoni pra, sa ngjashme shqipja me helenishten, por h-ja nistore në greqisht është bërë d në shqip. Hima është bërë dima në shqip, dimën.
Pra, është thjesht çështje kohe që ne do t'i heqim të gjitha toponimet greke në Shqipëri dhe do i zvendësojmë me toponime shqiptare që janë të ngjashme me ato greke. Kanë të njëjtin kuptim, por shqiptohen ndryshe në Shqip. Mori fund kjo punë. Sovranistët janë një grup i ri intelektualësh shqiptar që e kanë kuptuar që gjuha shqipe ngjan me gjuhën ilire dhe që ilirisht janë ngjan shumë me greqishten, dhe ato do i rikthejnë të gjithë emrat ilir, jo grek, ilir, në tokën tonë arbërore. Pra Himara do bëhet Dimara, është thjesht çështje kohe. Në mos ky parlamenti tjetër sovranist do vëj emra shqiptar kudo në Shqipëri, mori funda e punë. Dhe do shfrytëzohet fjalori i gjuhëve indo-europiane që është në fakt Bibla e fesë shqiptare. Çfarë është feja jon është gjuha shqipe, gjuha ilire. Pra janë dy qytete, njëri në Itali, sipas Stefanusit të Bizantit, dhe është Dalmion, dhe tjetri është në Iliri, më pranë Gadishullit të Dalmacis, që është Gadishulli Ilirik, dhe kështu quhej. Nuk do e përdorim më fjalën Iliri, por Dalmaci, sepse fjala Iliri është sharje në greqisht. Illyria do thot i shtrembër në gjuhën greke. Pra, ne kemi emrin e bukur Gadishulli i Dalmacis dhe ju a heqim kroatëve të gjitha pretendimet mbi tokat tona. Pra janë dy qytete sipas Bizantit. Delmatia ose Delmion në thellësi të Dalmacis, më pranë Italisë është Dalmion. Janë dy qytete. Delmion e merr emrin nga Delma, që ka dhënë në shqip Delme, dhe Dalmion është ngjashme me djalmë në shqip, zjarmë. Kjo më është ruajtur në shqip dhe në ilirisht, ma. Është prapashtesë e emrave folior. Pra, gjë më bukur është kjo, që mënyra se si lakohet emri Derma përkon me mënyrën e lakimit të emrit Delma. Mënyra se si lakohet emri Darma përkon me Dalmionin, mënyra se si u lakua emri Dalma. Unë shqiptarëve ju them që këtë e kam bërë mendimin e inteligjencës kompjuterike, sepse ndryshe Dlaczego przerywasz mi film? Co? Jak się masz? Kurwa, bardzo dobrze, pa. Poczekaj chwileczkę. Hmm. Ty pamiętasz tą twoją półeczkę? Takie 3 shelf zostały zawsze na korytarzu? Czy ty je zabrałeś? Nie, właśnie nie wiem kto zabrał. Ci, którzy zrobili tablicę zabrali, nie ja. Tak, No nie, chyba. Dobra, to się gdzieś znajdzie. pa. Dobra, to na razie, papa. Nuk do e heq këtë fragment të filmit që ta shikoni që unë filmat I bëj pa editim, pa redaktim. Dhe jam shumë I ashpër kur flas me njerëzit. Vetëm me ju jam I dashur. Që ju ta kuptoni që filmat e mi janë original, të pa redaktuar dhe duhen regjistruar edhe një herë në studiot më të mira në Shqipëri, por jo private. Televizioni shtetëror dhe të thëriten të gjithë akademikët, ata që din greqisht. Kush di greqisht? Himariotët. Akademikët shqiptar nuk din greqisht, pra duhet marrim disa himariot të mençur, intelektual dhe të pyesim. A është e vërtet që fjala derma lakohet një lloj si fjala delma, dhe është e vërtet që fjala darma lakohet një lloj si fjala dalma. Dhe himariotët do të thonë po, sepse janë dokumentat. Do më thënë, ne nuk na duhen himariotët, thjesht mund të shfaqen në televizion si publik. Po do thonë po, sepse dokumentat që janë gjetur në Gadishullin e Dalmacis
por edhe në Azinë e Vogël, edhe në Thraki, këto dokumenta mbi varre, mbi monumente janë në dialektin dorik, që quhet gjuha pellazge nga francezët për ta zbutur lajmin, lajmet për shqiptarët. Kur i thua shqiptarët që ti je pellazg, ati i pëlqen, sepse pellazgjia është përmendur në poemat e Iliadës dhe shqiptarët janë çmendur nga poema Iliadës, por jo nga poema e Odiseas, nuk e kanë lexuar. Por Iliadën e kanë lexuar si përkthim të keq nga greqishtja, jo origjinalin e dialektit ionik që se kuptojnë as grekët. Mbi 5000 fjalë në Iliadë nuk kuptohen çfarë kuptimi kanë. Një lloj si fjala Dalmatia, Straboni thotë që është darma, lëkura. Ne themi që është delme, dele, që mund të vijë nga lëkura. Jokli thotë vjen nga qumshti, nga dhalla e qumshtit. Pra, të gjitha janë supozime, por ajo që ne e dimë me siguri është me 100% ose me 1.000.000% që fjala dalma është origjina e fjalës Dalmion, kryeqyteti i dalmatëve pranë Italisë, dhe Delmion, një qytet tjetër më poshtë që u ndërtua mbas pushtimit të Dalmionit nga romakët. Pra janë dy qytete. Dhe helenët, ilirët, kishin një natyrë që të krijonin qytete motra. Këto janë dy qytete motra, Dalmion dhe Delmion. Pra, ta zëm se kjo nuk është lëkurë, ta zëm se kjo është dele. E pra është me 100% e sigurt që nëse delme është dele, ka kuptimin dele, edhe dalma ka kuptimin dele, por është varianti dorik. Fjala darma është gjetur për herë të parë në mbishkrime në Delfi. Dikur kjo është quajtur pythja për shkak të pythonit të gjarprit. Drakon i përkthyer në greqisht, pra edhe python mund të ketë lidhje me fjalën pith të shqipes, ai që të thith, gjarpër. Po ne nuk e dim me siguri, por është pythoni që të thith, të lë pa energji fare, të thith gjakun pythoni. Por ta zëm që fjala python është ai që kalbet, sipas grekërve. Ashtu duhet ta nxjerrin ata, jo si vrimë, se pythoni ishte edhe vrimë dhe shpella kur inte pythoni. Dhe ato e përkthejnë drakon. Dhe një njëti vend i pythonit quhet Delfi ose Delfinos, që gjithashtu mposhtet nga Apollo. Delfinos nuk është delfini, po gjithashtu ka qenë gjarpër, Delfinos, por është bërë emri peshkut të delfinit. Delfini është peshk i ëmbël, peshk i mirë, shoku i Apollos, ndërsa pythoni ishte armiku i Apollos. Pra, delfini është gjarpër i mirë dhe ky vend quhet Delfi tani. Por ka qenë pythja gjithashtu në ilirisht, pythoni, vrima kur inte pythoni, që të thithte pythoni, dhe ky ka kuptimin negativ në greqisht. Është hequr emri python dhe është vënë emri delfin. Në këtë vend është gjetur për herë të parë fjala darma që përmend Straboni dhe dalma. Straboni thotë është lëkura, ne themi është delja. Po çrëndsi ka? Rëndësi ka që lakimi i fjalës dalma, që shqiptoheshte dhalma, është lakim helen në të cilin është përngjitur rasa gjinore dhe dhanore si në Shqip. A kuptoni apo jo? Kjo ka ndodhur. Në gjuhën greke është të zhdukur rasa dhanore. Nuk është më. Në Shqip
ekziston, por me të njëjtat mbaresa si gjinoria, një lloj si në helenishten e lashtë, për fjalën dalma dhe delme, që përkon me darma dhe derme. Po gjë më e tmerrshme është kjo, janë gjetur mbi shkrimet të tjera ku ekziston forma delmis. Delmis. Nuk ka dermis në greqisht, është krijuar fjala dermis në shekullin e 15 në gjuhën neolatine kishtare, që është gjuhë artificiale, nuk ka neolatin, kishte vdekur latinishtja më shumë se 1000 vjet, që në shekullin e 5 të erës sonë. Pra në shekullin e 15 krijohet fjala dermis. Në latinisht, sipas modelit të fjalës delmis, që është gjetur në dokumenta. Pra këto dokumente janë gjetur që në shekullin e 15. Në Dalmaci dhe rilindësit italianë e kanë ditur me saktësi të plotë që emrat ilirë janë të ngjashëm me emrat grek. Po pse se kanë thënë një gjë të tillë? Sepse Greqia do kishte pretendime territoriale në Dalmaci, pra në Panoni, në Thraki, që ka filluar t'i ketë. Pra Greqia nuk do më Vlorën, Sarandën, Ksamilin, Gjirokastrën. Greqia do Shkodrën, Lisosin, Lezhën, Dyrrachionin, Durrësin. Po do Ulkinion, Ulqinin, do Dalmion, do Dalmacin, more. Greqia do të gjithë gadishullin Dalmat. Nuk do e quaj më gadishulli lirik, është Dalmat, gadishulli i deleve. Pra, nuk ka rëndësi çfarë kuptimi ka fjala dalma dhe delme. Për grekët është lëkur delje, për shqiptarët është delja. Por që kjo është fjalë shqipe, nuk ka më asnjë pikë dyshimi se s'ka në greqisht fjalë të tilla, as dalma, as delme. Në mbishkrimet e gjetura kudo në Hellad dhe në Dalmaci, ekzistojnë të gjitha këto forma të greqishtës së lashtë. Atëherë, në qoftë se rasa gjinore në Shqip, ulkëve, është prishur nga serbishtja Vukova, kështu është gjinoria shumës në serbisht, dialekti Torlakian të folur pranë Dardanis, Kosovës, është një dialekt që është zhdukur në serbisht, nuk është më. Dhe këto gjurmë të këtij dialekti të lashtë serb kanë mbetur në gjuhën shqipe. Këtë lloj lakimi nuk e ka serbishtja sot. Prandaj këtë zbulim e kam bërë unë. Kjo është arsyeja që s'e ka bërë asnjëri tjetër. Pra rasa gjinore e shqipes është prishur nga gjuha serbe. Rasa gjinore e ilirishtes është skodrinon, është dalmaton, në numër shumës. Ka kuptimin të dalmatëve ose të delmeve, e tmerrshme. Por emërorja delmete është kopje dalmata. Arëtë është kopje aruata. Në Heraklea, dialektet ilire përkojnë me dialektet helene. Është shumë e dhimbshme, ju nuk e kuptoni se sa lot kam derdhur unë, se sa kam qarë unë çdo natë. Dhe dje në mbrëmje unë u paralizova. Me zimar frym dhe nuk lëvizja dot nga shtrati dhe nuk kam shkuar në punë. Më ka shkaktuar një tronditje shumë të thellë, sidomos kur pash variantin delmis, një lloj si byllis, Ilyris, do thot grua ilire, Helenis, emri i Helenës, do thot greke, Helen, grua greke është Eleni, studiuesja juaj e preferuar, do të thotë greke, fjalë për fjalë, Eleni. Kocaqi do të thotë bejte në gjuhën e Kretës. Edhe emër dhe mbiemër janë grek. Eleni Kocaqi.
Dhe ajo ju ka bindur juve që ju jeni pellazg, ju ka ndryshuar identitetin. Grekët thonë ju jeni alban. Dokumentat thonë që ne jemi alban, dardan, dalmat, shkodran, lisjatan, jemi ne. Pra Zot ju betohem, vërtet që gjuha shqipe është ndikuar nga gjuha latine në shekullin e 5, është e vërtet. Por thelbi i shqipes, fjalët e trashëguara të shqipes, brindos, koka e drerit është brini në shqip. Kjo është fjalë mashkullore në greqisht, brindos. Dhe Plini i Vjetë thotë që mesapët dhe japygët flisin dialektin graja. Do me thënë, romakët e kanë ditur me 100% që ilirët flisin dialekte helene. E kanë në dokumentat e tyre, dialekti graja, do të thotë greqisht, nga ishulli Graja, ishulli Demetrës. Këto që po ju them unë tani, i ka deklaruar autori latin Quadratus, Appiani, Straboni. Këto janë burimet që kam përdorur unë. Shkaku për këto zbulime ka qenë ky. Në vitin 2020, unë vendos të dal në internet me emër dhe mbiemër si autori i fjalorit të gjuhëve indo-europiane të botuar në vitin 2004 nga unë, por në mënyrë anonime. Dhe më në fund e mora guximin, sepse e kalova moshën 55 vjeç, çfarë do më bëjnë? Iku jeta ime. Atëherë kisha frikë se isha djalë i ri. Pra tani më ka dalë frika fare, dhe ju them vërtetën, as që çaj kokën fare. A ju pëlqen juve, s'u pëlqen, s'më bën përshtypje fare. Do ju them vërtetën ashtu siç është. Dhe vërteta është kjo, pra që duke dashur të bëj zbulime mbi shqipen, filloj të interesohem për ilirishten dhe gjej në universitetet amerikane të gjitha mbishkrimet që janë groposur në bodrumet e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Se çfarë ka ndodhur? Arkeologët shqiptar kanë bërë fotografi të këtyre monumenteve dhe kanë shitur për disa para universiteteve amerikane kopje të të gjitha dokumentave që janë në Akademinë e Shkencave, në bodrum, që shqiptarët nuk i shikojnë. Sepse akademikët shqiptarë dinë që këto dokumente janë në greqisht, dialekti dorik. Unë i marr këto nga universitetet amerikane, e kuptoni apo jo? Do me thënë, çfarë ka ndodhur? Çfarë kanë bërë akademikët shqiptarë? Këto monumente janë prej ari, janë thesare, megjithëse janë prej guri, po thesaret nuk janë gurët, por janë shkrimet. Në momentin që ti kopjon shkrimin dhe ja jep universitetit amerikan, e di çfarë ke bërë? Është një lloj si një bank që prodhon monedat shqiptare, të marrë ato modelet që quhen matricat, me cilat shtypen lekët, modeli i shtypjes së lekëve, dhe t'ja japi një banke amerikane këtë model. Dhe banka amerikane fillon dhe shtyp lekun shqiptar. Mund të shtypi 1 miliard lek, 300 miliard lek, banka amerikane, sepse ka matricat shqiptare. Akademikët shqiptar kanë kopjuar matricat iliro-helene në bodrumet e akademisë. Dhe tani le t'i ruajnë sa të duan me roje ditë e natë, në një kohë që është vjedhur ari shqiptar nga ish presidenti dhe ish kryeministri shqiptar. Është vjedhur ari i Shqipërisë, por janë ruajtur monumentet greke dhe ilire në bodrumet e Akademisë së Shkencave, sikur të ishte një bank. Dhe tradhtarët e Shqipërisë, për të marrë calek, fotografojnë të gjitha këto. S'do i përmend me emra, ne i dim kush janë arkeologët shqiptar që kanë bërë mbi 6 milion dollar, kanë pasuri shumë të mëdha. Familjet e arkeologëve shqiptar. Janë hajdut, kanë vjedhur matricat. Ato që prodhojnë lek të bankës së Akademisë së Shkencave, se kjo është bank. Dhe ja kanë dërguar universiteteve amerikane. Dhe unë po t'rregoj juve
monedhat të shtypura në universitetet amerikane. Kuptoni apo jo, zbulimet e mia, unë I kam marrë, një lloj si amerikanët I morën nga akademia jonë, unë I kam marrë nga amerikanët. Dhe po ju tregoj juve këto monedha, me këto mbishkrime. Dalma do thot pra dele, në dialektin e Delfit, të dashur shqiptar. E kuptoni apo jo? Këto janë monedhat e lashtësisë, të kopjuara nga amerikanët, nga matricat e tempujve në bodrumet e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Kjo ka ndodhur. Amerikanët I kopjojnë nga shqiptarët tradhtar, unë I kopjoj nga amerikanët dhe po jo nxjerr në internet, pa lejen e tyre. Këto monedha dhe përfundimisht dalmion dhe delmion janë fjalë përkëdhelëse në greqisht. Emrat e 2 qyteteve dalmate. Një qytet tjetër shumë I bukur dalmat është Rizon. Vjen nga koinon Rizon, koineja e rënjve, në greqisht. Pra, koinon Skodrinon, koineja Shkodrave, koinon Lisjatan, koineja Lezhave, koinon Aulon, koineja e Vlonave. Nuk kam më frym. Ilirët flisin dialekte helene, këtë di me siguri nga fjala arua, nga fjala delma. Të dashur shqiptar, këto janë monedhat nga matricat e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, të shtypura në universitetet amerikane. Mund të qani, mund të ulërisni sa të doni. Këto janë monedhat tona të dashura. Pra kopjet e matricave të bankës së Akademisë janë në Universitetin e Ohio's dhe në Universitetin e Chicago's dhe në Universitetin e Pensilvanisë. Këto që kanë në Akademinë e Shkencave janë gur. Gur pa vlerë, më. Vlera ishin shkrimet, matricat. Dhe disë janë bërë kopjet me argjil, janë kopjuar, pas janë fotografuar si negativ. Kështu janë kopjuar dhe janë çuar në universitetet amerikane. Këtë kanë bërë arkeologët shqiptar. Ky është akt tradhtie. Po mirë kanë bërë, sepse doli më në fund që ilirët kanë folur dialekte helene. Pra delme dhe dalma është fjala dele në dialektet iliro-helene të folura në dalmatësi. Dalmion dhe delmion dhe ulkinion nga ujk, gjithashtu delmion nga dele, janë emra përkëdhelës në ilirisht dhe greqisht. Merrni frymthell, ilirët kanë folur dialekte helene, është e sigurt, dhe këto gjurmë janë në gjuhën shqipe tek fjala ara dhe delme. Dhe në fjalë të tjera që dy sjellën më vonë. Brindos është brini. Fjalë greke, koka e drerit. Mirupafshim të dashur pellazgë. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor.